Nuk e di nëse është. Do të thotë është një njeri cilin unë e kom taku edhe qëndron mbrapa profilit Lule Xheli, po prezentimi i tij ka qenë me identitete ndryshme. Do të thotë ka mund të jetë Gent Prokshi, ka mund të jetë Taulanti, ka mund të jetë dikush tjetër. Po në figurën e portretin e tij, ajo fotografia e tij, ngjason të me atë që e keni takuar? Unë nuk isha marrë fare me spekulimet fotografisë, sepse sot me inteligjencë artificiale, me informacione mund të ketë spekulime cilat çojnë drejtime ndryshme. Ma marr mendje që është mirë që institucionet e drejtësisë e kanë filluar procesin e identifikimit. Megjithatë Ramabaja po thotë paramendo prokuroria speciale po merret me Lule Xhelin, sikur që nuk do duhej të bërë një gjë e tillë. Tani unë mendoj që edhe në postimin tim që kom bëu, kam ofruar mundësinë që dëshmoj e depozitoj dëshminë për profilin e Lule Xhelit dhe implikimet që veprimtaria e tij jo vetëm përbrenda rrjeteve sociale, të cilat janë të panumërta në atë që unë kam quajtur milicinë e Facebookut të lëvizjes vetëvendosje, që është një grup fashist realisht, i cili targeton individ, procese të rëndësishme të vendit, nuk po flas veç për figura politike e të rëndësishme të skenës tonë këtu në Kosovë, po edhe ndërkombëtare, posaçërisht të goditjes ndaj zyrtarëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por jo me përjashtim edhe zyrtarëve tjerë, dhe kjo në cilin do vend demokratik, ku ruhet e drejta e fjalës, edhe e shprehjes dhe media me integritet, ndjekët si formë e propagandës, linçimit dhe defamimit të individëve dhe proceseve. Është shumë e rëndësishme jo për Lule Xhelin, po për shoqërinë tonë, ajo që ka filluar në procesin e prokurorisë speciale, sepse diku duhet kapet fija që të përfundoj manipulimi i masave dhe shkatrimi i karrierës së njerëzve, sepse në fundit keni njerëz që ka bërë 30 vite karrierë me integritet. Dhe për shkak të një interesi të ngushtë politik të kujdo, qoftë Kurtit, Deona Mihajlit, Manxhukës, cili do që është prapa makinerisë lëvizjes vetëvendosje sot, ose në kaluarën të tjerët, që kanë kriju një mekanizëm i cili realisht ka përjashtu debatin politik, ka përjashtu debatin demokratik, ka denigru institucionet të rëndësishme, prej gjykatës kushtetuese të presidentja deri tek deputetët Parlamentit Kosovës, duke tërhequr edhe fokusin, por edhe duke shkatërruar mundësi për avancim të institucioneve dhe të proceseve në Kosovë. Lule Xheli në fund duhet t'ja dëshmoj edhe shtetit Amerikan, po edhe shtetit Kosovës, veprimtarinë e vet. Ju po thoni që ka qenë më shumë infiltruar se sa në rrjetet sociale, ka implikim më të lartë, më të thellë? Natyrisht që ka. Për çfarë keni fjalën, zotëria Abazi? Ka letra të shkruame, manipulim të mërgatës tonë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, mobilizimin e pa numër të njerëzve kundër Escobarit dhe gruas tij. Ju kujtohet fushata, e cila është lancuar dhe është replikuar deri në masën e tash mund të them, edhe pse njeri është i vdekur, zoti Frank Wisner, që ka qenë emisari special i Shtetit Bashkuara të Amerikës në çështjen e statusit, zgjidhjes përfundimtare të statusit të Republikës Kosovës, ka qenë personalisht i involvuar në ndalimin e fushatës, e cila është ndjell nëpërmjet këtyre burimeve, përfshirë edhe njerëzve si Lule Xheli, për